Gjendemi të ublat e Krajës, së bashku me profesor Ali Gjegjbritaj në pension tashmë dhe me kolegët e mi të shkollës fillore Bedriele Zaga, profesoreshën Samire Kraja dhe profesor Ardit Nikën në një ekskursion të bukur me klaset e 6 të shkollës sonë. Mirë që kemi ardhur në Kraj, ndodhemi në 12 ublat në lerë të bolave. Fjala lerë është fjalë mikrotoponim që përdoret në Kraj, vetëm në Kraj, se s'ka si tërkon, që është ajo para këtu e madhe, ku është një gropim në tokë, ku janë pajisë bakteria, po dikur kjo është shfrytzuar edhe për larjen e testave gratë e shtatit. Këto janë 12 ubla në një vend, secili e ka pas nga një ubull, gjithsesi një familje ka mund ta ketë një ubull në këtë vend. 12 ubla këto kanë një rëndësi të veçantë për treve në këtyre Kraj, sepse janë furnizuar njerëzit me burimin jetësor që është uji. Uji këtyre ublave është i pishëm, ajo më e lartë është një kohë aty edhe sot është i pishëm, sot nuk shfrytëzohen shumë sepse këto pak njerëz kanë me dhe e shfrytëzojnë ndoshta për ujitjen e tokave ndonjëherë, po kanë një rëndësi të madhe turistike edhe diçka. Dikur, unë maj mend se unë kam qenë mësues edhe unë, sikur këto mësuesit tuaj, po kam dalë në pension, kam punuar shumë vjet, edhe kam pas edhe unë fëmijë nxënësit e mi në këto vende, në Kraj. Këto popullsia është marrë me bujqësi dhe me blegtori. Lugjet prej gurit që i kemi 2-3 këto, gratë i kanë lajtë tesha, sepse këtu në fund të çdo gurit është një vërim ku ka ndruar ujin me shpërlarjen e tij. Pasi që vizituat dhe vizitohen së bashku ublat në lerë të bolave, momentalisht ndodhemi te ubla e Krajës, monument kulturor historik i Treves. Kjo ubull, sipas gojdhanave, legjendes, është e vetmja që ka një burim uji nëntoksor me të cilin furnizohet me ujë. Kjo nuk furnizohet nga tërheqërat atmosferike me ujë. Udhësia e saj është 15 metër, lartësia e grykës 90 cm, ndërsa 1,5 metër është diametri i rrethit. Është ndërtuar në vitin 1001 dhe, sipas legjendës, është ndërtuar në respekt dashurisë të Vladimirit dhe Kosares. Kjo ubull ka qenë vitale dhe jetike për banorët e Krajës, sepse gjatë stinës së verës, pjesa më e madhe e qendrës së Krajës është furnizuar këtu me ujë të pishëm. Për të mbushur ujë këtu, duhen 9 pash litar, kana pashesh, kur i hap dorë, 9 kësish gjatësi që i bie diku mbi 15 metra. Këtu gjinia maskullore s'ka pas punë të ujë. Këtu kanë halë vetëm gratë dhe kanë mbush ujë. Kam një pyetje interesante. Në vitin shkollor 1941-42, Prenk Jakova vjen si mësues në Kraj dhe me sa dia i ka bënuar këtu dhe këngën e bukur të një ubull të mbush ujë ja kushton një vashës së bukur kranjane që në bazë të tekstit e ka njohur pikrisht te një ubull. A është kjo ubla ku gjendemi sot e njëjta ubull si në këngën që këndohet ende sot në Kraj? Unë mendoj se po, sepse ai ka banuar këtu afër këtu në Madlure, ku ka qenë edhe shkolla, dhe masi që ai ka banuar kohën e lirë, kur mas vitet sigurisht ka kaluar, ka dalë sodis natyrën dhe sigurisht e shkëndzuar, unë po tham dikua prej largut i ka parë vajzat të veshën të bardha, sepse zakonisht të dominon të veshja e vajzave dhe nuse paka shumë, dominon ngjyra e bardhë dhe prandaj edhe brendia e këngës, vardjet e saj përkojnë pikrisht me këtë. Mendoj se po. Faleminderit. Këtu ndodhemi në Muzeun Etnografik të shkollës Gjergj Kastrioti, Skënderbeu në Ostras. Këndi ku unë gjendem janë eksponuar mjetet e përpunimit të tokës. Ku radhë parë është tërmena, zgjedha me kular që e kanë tërheq qetë të në Kraj zakonisht. Pastaj këtu kemi atë që thash të ubla Krajës Buliera, ku është mush uji.
Një kjo një tokë, e gratë e kanë vu këtë në shpinë, ose mi u lakë shpina, kjo është struga. Desa kjo këtu është një si matëse që i thonë babuni, e ka 10 kg dhe 12 kg. Kalojmë në anën tjetër, veshja grave të krajes. Kjo fillim është veshja e nusjeve, dominojnë ngjyrat e theksuara, sidomos nusjet zakonisht. Ramadani, gryka, çevet, bortja, të pana të thonë këtu, fustani, çarapt me ndryshme, ndërsa kjo është veshja e grave më të moshuara, jo dhe krejt plaka, ndërsa kjo është veshja e bardhë e vajzave, kur bortja Ramadani është kjo, e të tjera. Këndej është veshja burrave, sikur edhe në viset tjera shqiptarë, ndërsa me ndilat e ndryshëm, setra është kjo. Faleminderit.